Nderuar miq, në fund të kësaj jave dhe në fillim të javës që presim, do të flasim me avokatin Gylsen Zhdima, drejtuesi i fraksionit të Reforma Reale, për të analizuar atë që ndodhi dhe atë që pritet të ndodhë. Avokat, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Lajmi kryesor i kësaj jave që mbyll dhe asaj që pritet që të vijë është rihapja e kutive për gjithë qarkun e Tiranës. Por çfarë pritet të dalë nga ajo? A mundet që me këtë lëvizje të bjerë kauza e Partisë Demokratike për farsën, nëse do rezultojë që brenda opozitës ka lëvizje votash për kandidatët dhe farsa të jetë bërë nga vetë opozita, avokat? Do të kemi parasysh diçka. Numërimi i votave bëhet nga partitë politike, Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Partia Social-Demokrate që kanë komisioner tek tavolina e numërimit. Në rast se është bërë diçka, është bërë në formën e bashkëpunimit. Pra nuk mundet që të kemi numëruesit dhe njëri numërues të ketë bashkëpunuar me tjetrin, pra të njëjtit subjekt dhe nga pala tjetër, pra nga ana Partia Socialiste dhe Partia Social-Demokrate, mos të kemi formën e bashkëpunimit. Në rast se kemi të bëjmë me transferimin e votave brenda subjekt të njëjtit garues, do të thotë që kemi të bëjmë me një vepër penale, tjetërsimin e votës, dhe përveç kësaj ndjekje penale të 4 komisionerëve të cilët kanë numëruar votat dhe kanë shënuar proces verbalin në shkelje të ligjit. Pra nuk mendoj se kemi të bëjmë me një vetëm autor, por kemi të bëjmë në formën e bashkëpunimit. Në rast se në këto kutitë e votimit do të hapen dhe del që shumica e rezultatit është ashtu siç është edhe kemi parë të gjithë në këtë kohë, në këtë periudhë, normalisht duket qartë që gjithë farsa zgjedhore që Partia Demokratike thotë përtej kutive të votimit kanë ndodhur para se qytetarët shkojnë dhe drejtohet kutive të votimit të votojë të ushtrojë të drejtën e tij. Gjithashtu kemi thënë që për mua ata të cilët kanë votuar janë edhe sharra dhe tufina, parcela të cilat ndodhen edhe në vendet e tjera të qarqeve të tjera në Shqipëri. Pra është e pamundur të votojnë 42% të popullsisë dhe është edhe pamundur të kemi 42%, 47% Partia Socialiste të jetë subjekti parë në këto zgjedhje. Pra për mua do të thotë që kemi të bëjmë me një sistem zgjedhor, mos ta ngatrojmë me kodin zgjedhor. Kod zgjedhor është gjë tjetër, sistemi zgjedhor i llogaritjes dhe përllogaritjes që është formula zgjedhore është e qëllimt e tillë dhe është lënë e tillë nga zoti Erdal Byllikbashi, i cili është kryefajtori kryesor, sepse është negociuesi gjithmonë me Partinë Socialiste për sa i përket formulës së numërimit dhe përllogaritjes së votave. Zoti Erdal Byllikbashi duhet të japi dorëheqjen edhe sikur të dali rezultati që do të fitojë një mandat apo 2 mandate Partia Demokratike në rast se kemi të bëjmë me farsë zgjedhore. Por duke qenë se Partia Demokratike nuk ka filluar akoma analizën e qartë brenda vetes dhe mbetet akoma si një ndër faktorët që fajin e ka tjetri dhe përgjegjësia nuk gjendet brenda llojit, normalisht çdo rezultat që mund të dalë në këto numërime sigurisht që ka një fajtor dhe fajtori gjithmonë është populli, i cili çfarë faj ka? Faj ka që i dëgjon këta njerëz të cilët gjithmonë bën viktimën dhe autorin në të njëjtën kohë, ndërkohë janë autorë të vërtet të një masakre të madhe të sistemit demokracisë të zhvillimit të këtij vendi. Avokat, po nëse do rezultojë me ndryshime thelbësore, pra hapja e kutive, mund ta vërë në dyshim legitimitetin e procesit të zgjedhjeve në tërësi? Në rast se zgjedhjet nuk shpallen të pavlefshme, s'ka pse të cenoj legitimitetin e zgjedhjeve. Duhet të bëjmë një krahasim legitimiteti i zgjedhjeve politike, pra legitimitet politik, pra deklarat politike dhe legitimitet juridik që nuk kupton pavlefshmërinë e zgjedhjeve në aspektin juridik. Ka një diferencë, ose më ka shumë diferencë. Pra, në rast se themi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dalin në shtator dhe thonë ne nuk e njohim qeverinë Rama, normalisht ky si një deklarim
është një deklarim politik dhe jo juridik. Pastaj është në kapacitetin ose më mirë në kompetencën e zotit Rama që të pranoj apo jo që të ushtroj detyrën e kryeministrit pavarësisht se ka 83 mandate. Në aspektin juridik, në rast se Kasi nesër del në një ankesë të një subjekti dhe thotë që unë shpall zgjedhjet e pjesshme për sa i përket 1, 2, 3 qarqeve të pavlefshme për shkak se rezulton 1, 2, 3, 4 probleme të cilët janë në kundërshtim me ligjin, atëherë po, mundet të kemi një mënyrë të tillë, po vetëm ligjore. Pra, tek ligji është e sigurt që duhet zbatohet ligji, ndërsa te aspekti politik është atëherë kur subjekti vetë e pranon që të nështrohet një deklarimit politik që të mos të legjitimoj këto zgjedhjet dhe thot do të shkojmë në zgjedhjet parakohshme. Avokat, rihapja e procesit, rihap dhe debatin brenda partive, 2 partive. Sepse kishim nga Partia Socialiste që kërkuan pamjet edhe për të kontrolluar procesin, Rama u amohoi, nga PD-ja tani mund të sjellë ndoshta fillimin e agravimit të situatës. Pra, me pak fjalë, si po ecin situata në të dyja partitë kryesore, avokat? Jo vetëm në këtë aspekt të rinumërimi, por edhe në tërësi. Rinumërimi i votave të kandidatëve apo të subjektit? Tani, kryesorja ata thonë fillon nga unë, pastaj partia. Jo. Kasi do vendos për sa i përket subjekteve garuese. Për të dyja, do numërohen të dyja. Do numërohen të dyja, do të thotë që të dyja palët do të jenë në garë, në kuptimin do të jenë në garë të ankthit kush kishte të drejtë apo jo. Kështu kuptohet. Që do thotë në rast se Partia Socialiste nuk ka kundërshtime për sa i përket si subjekt, atëherë kandidat do jenë në ankth me njëri tjetrin që kush do i bëjë gropën njëri tjetrit. Kjo e dyta për sa i përket Partisë Demokratike do jetë në ankth më shumë zoti Ilir Ali Mehmeti, i cili do të shikojë në rast se ja kanë vjedh votat dhe kush ja ka vjedh votat brenda subjektit të tij. Po përsëri rinumimi i votave nuk është se do të sjellë ndonjë ndryshim të madh në rezultat. Thjesht vetëm po do të kemi një, do thoja, një ndryshim është në rast se zotit Shea i hiqet një mandat dhe i shkon në Partisë Demokratike, por në rastin më ekstrem, në rast se bëhet rinumimi ashtu siç duhet, dhe do të ketë vëmendje maksimale sepse do jetë vetëm një qark dhe dalim një rezultat që Partia Socialiste u mbet 2-3 mandate, normalisht do të ketë shumë hije dyshimi në rast se këto zgjedhjet janë bërë ashtu siç duhet. Por përsëri, unë nuk kuptoj pse Partia Demokratike i qëndron vetëm kësaj gjëje, çfarë do të shpëtoj kur legitimiteti i këtyre zgjedhjeve ka mbaruar, nuk ka sepse e bën për fituar kohë. Janë 83 mandate, nuk janë 73 mandate, që të them për 3 mandate luhet jeta e qeverisë në shtator. Jo. Është e kot. Unë mendoj se Partia Demokratike duhet të vazhdoj analizën e brendshme, kontestimet pse jo, duhet i vazhdoj, po patjetër në zgjedhje të brendshme, në një kryetar të ri brenda partisë, në një frymëzim të ri që të frymëzojë dhe gjeneratën e re, partia të hapet, sepse është momenti historik ku Partia Demokratike duhet të përjetojë një sesion të ri më të bukur parlamentar, një qëndrueshmëri në betejat shumë të mëdha që do të vinë për shkak se kjo parti politike, Partia Socialiste, mori 83 mandate, pra ka bërë diçka më shumë se sa ka bërë dikur Partia Demokratike në 1996, mos gaboj. Kur kishte me 25 mandate, nuk e mbaj sa po aq, po përveç kësaj dhe sa ka fituar Partia Demokratike ndonjëherë në historinë e saj. Mos harrojmë faktin që historia përsëritet. Partia Demokratike ka fituar dhe ajo kaq shumë mandate. Mos harrojmë edhe faktin. Po normale, duhet dish diçka. Jeta, se këto janë gjëra të natyrës, njerëzore, është sjellje, është ajo çfarë ne themi,
mos ja bë gropën tjetrit sepse do të vi koha edhe ty. Dhe Partia Demokratike, ose më mirë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike dhe anasjetas gjithmonë kanë qenë lojtar kryesor të vendit për shkak se kanë edhe shumicën në të vendit, pra popullin shqiptar, elektoratin e tyre, të cilët e bëjnë këtë gjë. Por mos harrojmë faktin se kemi të bëjmë me një administratë publike e cila është e lëkundur dhe në këto kushte që jemi sot është e nënshtruar plotësisht tek Partia Socialiste, me dhimbje e themi këtë gjë, po është e vërtet, nuk kemi një administratë e fortë të përballojë sulmin dhe do të thoja dhe intrigën brenda llojit Partisë Socialiste, është bërë shërbëtore e Partisë Socialiste. Çfarë themi, do vi një moment që edhe ata do të reflektojnë dhe duke shpresuar se do të reflektojnë. Në rast se nuk do të reflektojnë, dihet që do të bëhet ajo çfarë po bëhet me Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Kështu ka fituar dikur Partia Demokratike, kështu po fiton Partia Socialiste. Një ditë këto të dy partitë do përplasin me njëra tjetrën dhe nuk do gjejnë se si do ta mbrojmë më njëra tjetrën. Por nuk do të mbetemi këtu, ne duhet bëjmë pak më tutje. Legjitimohen këto zgjedhje? Jo, në aspektin politik jo. Në aspektin ligjor po. A kemi të bëjmë me një puç demokratik të këtij vendit? Po unë do të thoja jo. Pse? E do ta them në mënyrë shumë serioze. Partia Socialiste dhe Partia Lëvizje Socialiste për Integrim në 2013 ka marrë bashkarisht 83 mandate. A doli dikush dhe foli dhe tha që është një puç kushtetues ligjor? Jo. Ishin dy parti politike që vinë nga e njëjta forcë. Pra Partia Socialiste. Zoti Meta është socialist, nuk besoj se është bërë demokrat, ose i harrojmë shpejt në këto në Shqipëri këto gjërat. Pra, Zoti Meta është në burg nga Partia Socialiste, nga partia e tij. Zoti Velia është nga partia e tij në burg. Zoti Beqa është nga partia e tij në burg. Zoti Ahmetaj është në Arati, po edhe ai atje në burg. Pra, të gjithë këta që na vinë dhe na bëjnë që kemi një sistem pa drejtësie në këtë vend është pikërisht sistemi të cilën këta kanë ndërtuar. Dhe këta janë atashuar ndër vitet e ky sistem dhe kur ka ardhur flaka tek këta, fillojnë edhe thënë që këtu nuk ka drejtësi dhe nuk ka demokraci. Kur këta janë ata të cilët e kanë ndërtuar këtë sistem të cilët ne sot përballemi. Pra, në vend të jemi ne, ata të cilët nuk kemi organizatorë dhe themelues të kësaj të padrejtësie dhe të këtij sistemi demokratik me thonjza, vinë këta të cilët e kanë normuar, e kanë ushqyer dhe kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin dhe vinë dhe na bëjnë viktimën në këtë situatë. E kuptoni në çfarë situate anormale jemi dhe jetojmë dhe prandaj unë bëj një ftesë dhe një apel të qytetarët. Ruani qetësinë, mos u ndikoni nga faktorë të ndryshëm, sepse unë e di shumë mirë që Zoti Berisha dhe Zoti Rama është deputet dhe nuk i heq asnjëri mandatin e deputetit. Pra ata kanë nga 2008 deri tani që njëri akuzon tjetri për kutitë e votimit. Të dy bashkë kanë bërë kodin zgjedhor, nuk e kanë bërë me mua apo me ty Dylber, as me ndonjë tjetër person. Dhe mos u bëni pal me një parti ose me një kryetar partie që ai e ka bërë kodin zgjedhor. Tjetër të them që nesër ndryshon kryetari i Partisë Socialiste, vjen dikush tjetër, po do reflektoj dhe do ta ndryshoj mendimin dhe qasjen për Partinë Socialiste. Do ndryshoj Partisë Demokratike kryetari, po do ta ndryshoj qasjen dhe mendimin për Partinë Demokratike. Të mund të vi dikush tjetër dhe të sjellë diçka ndryshe, por nuk mundet kurrësi të pranoj që autorët e vërtet të një krimi dhe të një masakre të padrejt në sistemin e demokracisë të një vendit bën edhe viktimën dhe autorin të njëjtën kohë. Ju kujtohet ju Zoti Rama në 2008, 2009 hap kutit, 2011 hap kutit. Dhe tani çfarë ndodh? Në 2021, në 2025 Zoti Berisha dhe Zoti
Basha në të kohë, hap kuti se na vodhe në manipulove, ndërkohë edhe zoti Berisha, edhe zoti Basha, votuesit kryesor të ligjit të 2008-ës. Edhe zoti Rama, votuesi kryesor i ligjit të 2008-ës me pasojat e 2009-ës në pasojat e 2011-ës. Dhe tani më thoni mua për rinormim. Këto janë thjesht sa për të bërë ne komente, por nuk sjellin asgjë më shumë përveç se do të sjellin një kaos që duhet na transmetojnë neve, sikur për ata po bëjnë gjëmën më të madhe ose po bëjnë gjën më të bukur, po e vërteta asgjë nuk bëjnë sepse karriket e tyre i kanë të siguruara. Avokat, shkojmë tek drejtësia. Tani te gara për BKH rikthyer në lojë edhe ish drejtori i policisë Gledis Nano, duke u futur në garë pra për FBI-n shqiptare për të marrë drejtimin e saj. I shkarkuar nga kryeministri, nuk qëndroi më shumë se një vit në detyrë, tashmë kandidon për një tjetër post, ndoshta më i rëndësishëm se ai drejtuesi të policisë. Mendoni që ka realisht shanse, ka pavarësi për ta zgjedhur këtë drejtues institucioni, apo do të kemi influenca edhe nga jashtë? Unë nuk e besoj institucionin e birojës kombëtare të hetimit, sepse është biroja kombëtare e partisë. Për mua nuk ka rëndësi figura, emri i personit që aplikon ose zgjidhet, për shkak se unë e di shumë mirë që ai që do të zgjidhet normalisht nuk do të ushtrojë detyrën ashtu siç duhet dhe duhet që të nënshtrohet kushtetutës. Sigurisht personi do të jetë në presion dhe presioni do të jetë brenda llojit dhe normalisht indikuar politikisht, sepse duhet kemi parasysh në Shqipëri jetojnë. Nuk është ajo që janë të huajt dhe ne po bëjmë çfarë thojnë ata. Ky është një mashtrim që të binden qytetarët shqiptar, të dalin disa analistë të cilët kanë qenë të ushqyer në klasa politike aktuale dhe nga krau i djathtë dhe tani dalin kundër Partisë Demokratike pra Sali Berishës, që flasin për një SPAK i fortë, i pavarur, një BKE pavarur, ndikuar nga amerikanët. Këto janë mashtrime që populli shqiptar të shikojë një situatë ndryshe, pra thotë që aman ata që na kanë qeverisur 30 vjet të paktën nuk i ndëshkojmë me votë, por paktën t'i arrestojnë. Ky është tmerri në rast se duam të jetojmë një demokraci. Arrestimi nuk sjell asgjë. Pra vendosja një individi i cili do të arrestojë dikë për arsye politike që ai të ikë të paktën nga politika nëpërmjet arrestimit, kjo nuk na sjell asgjë në demokracinë shqiptare, sepse ai i cili arrestohet dhe ikën nga politika, ai vjen mofit i mprur sepse arrestimi i tij do të jetë politik. Prandaj qëndrimi im për aplikantët dhe aplikimet dhe procedurën e përzgjedhjes e them qartazi, pa përkrajen e kryeministrit, këshillit politik dhe vetë mënyrë se nuk po e lejoj, lejoni që ta ndërpresë derisa ju thoni pa përkrajen e kryeministit nuk bëhet, ai që shkarkoi ndoshta nuk mund ta emëroj, kështu që besoj ai nuk do zgjidhet. Mund ta emëroj dhe ta djegi. Në Shqipëri jemi, zoti Rama ka djeg shumë veta. Për ata të cilët i ka përdorur, i ka emëruar, në fund fare i ka palosur dhe i ka postuar. Çfarë po më thoni mua ju? Ku keni ministra të cilët kanë pret shirita me zotin Rama, të gjithë i keni në burg dhe zoti Rama nuk është në vendin e burgut, sepse ata janë përdorur politikisht nga zoti Rama. Pra, nuk e kuptoj çfarë do të thotë kjo. Ju mendoni se zoti Rama mund të pranojë një gjë të tillë pa e djegur tjetrin? Zoti Rama me ata që ka punuar i djeg. Dhe ai patjetër pse jo, po tisha unë edhe në studimin çfarë unë kam studiuar për zotin Rama, unë jam i bindur që në një moment zoti Rama mund ta përzgjedhë dhe ta djegë. Pra mendoni që nuk përjashtohet mundësia që zoti Nano të kryet të rrugë. Por të gjashtë sa kanë aplikuar, pse mos të jenë? Të jenë deri në momentin kur do të përfundoj detyrën sipas interesit të zotit Rama. Nuk e kuptoj këtë gjë dhe përsëri më lejoni t'ju them për Plepa 2 dhe unë e them dhe janë faktuar. 83 mandate zoti Rama i mori me ndihmën e SPAK-ut.
dhe ju më thoni për një BKH që është antare e Partisë Socialiste. Vetëm tabela mungon, zotëri. Të vendosim aty dhe të themi këta janë të autorizuar që të jenë pjesë ose më mirë në patronazh të Partisë Socialiste. Ishini nga ideja juaj që janë amerikanët të mes. Amerikanët nga klasa politike shqiptare përdorën që të joshin shqiptarët, që thënë shqiptarët, ua, sa i bukur ky, ua, ky është i Amerikanit. Po qa Amerikani, se t'ishte Amerikani, nuk merrte Edi Rama 83 mandate me të gjithë të burgosurit brenda që janë futur në burg. Po t'ishte Amerikan në mes. Nuk merrte kur Rama 83 mandate. Prandaj ky është një mashtrim, kështu e quaj unë. Unë e quaj mashtrim. Ku dëgjoni tabel të huaj, dihet që është mashtrim. Nuk dalin shifrat, nuk dalin rezultatet. Nuk e imagjinoj do të një Gjerman të mbështesi një institucion ndërkombëtar dhe të thotë që kjo është investimi im edhe pastaj të vinë një rezultat spektakolar kundër investimit që ai ka bërë. Është e pa imagjinueshme kjo gjë. Vetëm në Shqipëri ndodh kjo gjë. Prandaj them unë, si do jenë zoti Nano, si do jenë të tjerë aplikantë, të gjithë do të jenë në shërbim të partisë. Keni parasysh, nuk jemi vend europian ose vend i cili ka një demokraci me standarde dhe me disiplinë. Demokracia në Shqipëri vjen nga Afrika dhe udhëheqet nga Afrika. Nuk udhëheqet nga merita. Pra, edhe zoti Nano të ketë meritokraci në procedurën e tij, ai do t'i nënshtrohet frikës që i kanoset brenda institucionit. Pra, institucionet në Shqipëri punojnë nëpërmjet frikës dhe jo ligjit. Dhe jo ajo që bëhet në shtetet e huaja nëpërmjet disiplinës. Jo, disiplina është gjë tjetër, frika është gjë tjetër. Ndoshta ka ardhur momenti për pas një rokat, avokat. BKH ta drejtoj një burrë dhe SPAK-u një grua. Po një grua mund ta drejtojë edhe SPAK-un edhe BKH ta drejtojë një burr, po nuk ka rëndësi figura ta është burr apo grua. E kuptoj logjikën. Ajo që ju po më thoni tani dhe jam dakord me ju, ashtu siç është organizuar Partia Socialiste, që është me 2 bashkëkryetar, njëri është burr dhe tjetri është grua. Normalisht kështu po bëhet edhe SPAK-u. Pra SPAK-u mund ta ketë një grua dhe BKH një burr. Shumë bukur si ide që ma solle. Pra edhe këtu bjem dakord që edhe SPAK-u, edhe BKH-ja bën sipas statutit ose strukturës së Partisë Socialiste. Shumë e drejtë këtë konstatim. Avokatë ta mbyllim me përtej Atlantikut. Presim që të vinë apo ata s'kan të rrezi punët e veta me mosmarrëveshjen mes njerëzve më të pasur në botë dhe mbretit. Më të fuqishëm. 24 muaj janë 24 muajt më të rëndësishme të linjës Trump dhe mos harroni një fakt tjetër që ka dalë në publik, është që zoti Trump dhe Departamenti Amerikan i Shtetit flitet për një bashkëpunim me shtetet e Ballkanit për sa i përket emigrantëve. Tani ky si lajm është Bloomberg, e riktheu në fund javë Bloomberg, por nuk besoj se do të dilte ndonjë që t'i thoshte Trumpit jo. Po e vërteta është që edhe zoti Rama nuk do t'i thotë jo, të paktën do thotë më lë rahat dhe po merr gjithë Shqipërinë, merr gjithë hartën, lexoje dhe ku të doj ty zemra vendosi ata të cilët do t'i sjellësh në Shqipëri. Ne jemi vend mik, ne aspirojmë për të antarësuar në BE, po na bërë dhe ti një aneks edhe na fut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pse jo zgjidhet ti vendin, po thjesht më lë rahat mua me goni ngal. Mos më përfshi. Po kujdes, mos është kjo një lojë që të joshi Vučićin edhe Ramën që të shkoj në Amerikë një vizitë. Trumpi taftoi edhe hap një temë të tillë që do ndihmën e këtyre që këta të gjithë do thonë patjetër, po ku ne jemi të smur, ne mund të vinë më një herë aty te ty të takojmë. Edhe ai thot hajdeni, welcome America.
Ndoshta për detajet për këtë do të kemi në summitin e NATO-s në Hag, mirë kam në fund të qershorit. Ndoshta mund diskutohet diçka në margjinat e korridorit. Po do të diskutohet që do të diskutohet, është e vërtet kjo gjë, po nuk e di çfarë do të thotë Trumpi, do mbaj linjin që mbajti edhe në 2016-2020, që i tha kush nuk paguan të iki sepse unë do të drekoj me këta të cilët paguajnë rregullisht në NATO. Nuk e di se si do të procedoj, sepse kemi të bëjmë edhe me luftën në Ukrainën edhe Rusin. Nuk e di se zoti Trump, këtë nuk e di, po thjesht do ta shikojmë, a do të ketë ndonjë deklarat që do t'i kërkoj shteteve anëtare të NATO-s të ndalojnë çdo lloj mekanizëm që kanë nisur kundër Rusisë, dhe normalisht pritet kjo javë të jetë e nxehtë për shkak se negociatat midis Rusisë dhe Ukrainës në Turqi janë në zhvillim e sipër, pavarësisht çfarë ka dalë në publik. Në prapasken ka shumë zhvillime të mira në raport me luftën dhe në paqen ndërkombëtare, sepse duhet të dini edhe ju dhe bashkërisht të gjithë që gjëja kryesore që intereson Trumpit është paqja ndërkombëtare dhe mos të cenohet asnjë cent, asnjë dollar amerikan të shtetasve amerikan, dhe e gjitha fatura që Trumpi don të përcjelli është ndaj çdo shteti që nuk dëgjon tani e tutje Trumpin. Pra do të thotë që në rast se Shqipëria do të jetë një vend i cili do të ekspozohet ashtu siç është ekspozuar kundër Rusisë, le të dali vetë, le ta bëjë këtë gjë në rast se ka burime ushtarake, por Trumpi nuk do të pranojë kurrë të bëjë diçka që të jetë kundër qytetarëve të Amerikës. Prandaj unë në këto 24 muaj do të pres gjithmonë, sepse linja Trump është linja Trump, por ajo që unë shikoj është që të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, po jo vetëm këto, po edhe vendet e tjera, do të jenë kaq shumë kujdes në raport me Trumpin. Pavarësisht çfarë ju dëgjoni që po bëhet një konflikt midis miliarderit dhe presidentit, normalisht këto janë lojra të cilat bëhen me qëllim që të duket që ka një destabilitet të brendshëm, por të dini ju që përfitues janë të dy bashkë. Pra edhe Trumpi edhe miliarderi. Sepse mos ta bëjmë faktin që të dy janë miliardera. Ne jemi të sigurt se marrin sa në kanë ardhur në durrës avokat, kështu që ne jemi të sigurt sepse ne i kemi të gjithë këtu, kemi edhe në Berati, kemi ku të duash i kemi, nuk kemi ndonjë shqetësim, por e vërteta është që Shqipëria do të jetë një vend i cili do të kërkohet për një investim, po jo investim për të mirën e shqiptarëve, për një investim për të shkarkuar problemet e brendshme të vendeve të ndryshme dhe të vinë të shkarkohen në Shqipëri. Është si puna e ujërave të zeza, që nuk i mbajnë vendet të tjerë ata të cilët i bëjnë, dhe i thënë ku të gjim kanalin që shkojnë ujërat e zeza diku tjetër, në një vend tjetër, dhe kanë frikën që do të jenë në Shqipëri ujërat e zeza të çdo paftësie të një qeverisje, të një vendi të huaj, për shembull siç është rasti i Italisë, ta marrim si rast, në ai vend të kishte guximin dhe të ndërtonte brenda vendit të vet burgje apo qendrime, kambe apo çdo gjë tjetër të mundshme për të parandaluar emigrimin të palikshëm, zgjodhi Shqipërinë si një rrugëzirje. Pyetja lind, a ka ndaluar palishmëria e emigrimit në Itali? Jo, vazhdojnë rregullisht pa ndërprerje masive aktet të palikshme të klandestinëve dhe të refugjatëve të palikshme. Pra do të thotë makineria ose më mirë industria e të sjelljurit të emigrant në Shqipëri, sepse vendet të tjera kanë dështuar për politikat e tyre të brendshme migratore, do të vendosin Shqipërinë si një kazan
i cili do të jetë kazani i pritjes të çdo lloj gjëje, thjesht e vetëm o na integron në Bashkimin Evropian o na lë rahat me rastin me Gonigal, por nuk do të jetë kurrë në favor të zhvillimit të Shqipërisë si një vend evropian dhe demokratik. Avokat, faleminderit shumë për bisedën dhe të uroj një fundjavë të qetë të këndshme. Faleminderit dhe ju.